Parku i Plepave në Dimal, një hapësirë e gjelbër vetëm rreth 100 metra larg qendrës së urës vajgurore, po përballet me një ndotje të theksuar. Edhe në ditët e para të pranverës, parku është i mbuluar nga mbeturina të shumta, duke humbur funksionin e tij si zonë çlodhje për qytetarët. Në terren shihen qese plastike, goma të vjetra makinash, inerte ndërtimi dhe rroba të përdorura të hedhura pa kriter. Një panoramë që jo vetëm dëmton mjedisin, por krijon dhe shqetësim për banorët e zonës. Kjo nuk është hera e parë që kjo problematik shfaqet në këtë bashki, ndërkohë që situata në terren mbetet shqetësuese. Drejtuesit lokal shpesh janë aktiv në rrjetet sociale apo aktivitete publike, por sipas banorëve mungon ndërhyrja konkrete për pastrimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike. Edhe më herët, kamera e televizionit ka evidentuar problematika të ngjashme në këtë zonë, duke ngritur shqetësimin për mungesën e një menaxhimi efikas të mbetjeve dhe kujdesit ndaj mjedisit urban. Banorët shprehen jashtë kamerës shpesh kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet vendore për pastrimin e parkut dhe rikthimin e tij në një hapësirë funksionale për komunitetin.